Muhamedi alayhi salam na tregon se imani është tepër I rëndësishëm, por imani nuk qëndron me një zemër kopraci. Thot pejgamberi alayhi salam, nuk bashkohet kopratësia dhe imani. Nëse njëna është prezent, atër tjetër largohet. Pra nëse je kopratës, dije se me imanin I kje punët e dokë, bamirësia dhe imani shkojnë bashkë. Jo vetëm kaq. Muhamedi alayhi salatu wassalam për bamirësin thot kështu: bujari apo bamirësi është afër njerëzve, është afër Zotit xhaleshanuhu, afër xhennetit dhe larg xhehenemit. Dhe mba mend 4 gjëja. Bujari është afër njerëzve, nga se njerëzit e duan. Është afër Allahu xhaleshanuhu, nga se Allahu I ka dhënë dhe dëshiron prej tij që ai të shpenzojë për hir të Zotit. Është afër xhennetit dhe është shumë larg xhehenemit. Dërsa më vonë pejgamberi alayhi salam thot, ndërsa kopraci është larg njerëzve. Njerëzit nuk e duan, larg zemrave të njerëzve, larg Zotit xhaleshanuhu, larg xhennetit edhe afër xhehenemit. Zoti na ruaj nga dënimi I xhehenemit. Me një hadis tjetër thot Muhamedi alayhi salam, duke ju drejtuar shokëve të tij, thot do të vije një kohë kafshuese. E pjesën të dashurin Allahu se çfarë është koha kafshuese. Thot më vonë do të vije një kohë që pasanikët do ta shtrëngojnë pasurinë dorën e tyre, saqë nuk do t'ju jepet mundësia që të japin pasurinë.